në emër të popullit nxjerra gjykim kundër të pandejët Bejtullah Mehmetit, Luan Çerkinit, Bekim Suma, Fadil Sadikut, Arbresh Dalipit dhe Mehmet Mehmetin, të akuzuar për shkak të veprave penale bashkëkryer vrasje rënd në kundërshtim me N 174, paragrafi 4, 9, 11 dhe N 23 të KPK-s, vrasje në tentativë në kundërshtim me N 147, paragrafi 4, 9 dhe 11 dhe N 20 dhe 23 të KPK-s, shkaktim të rrezikut përgjithshëm në kundërshtim me N 291, paragrafi 1 dhe 5 dhe N 23 të KPK-s, dhe akuzuar Afet Dallushi për shkak të veprës penale në ndihmë në kryen e veprës penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm në kundërshtim me N 291, paragrafi 1 dhe 5 dhe N 23 të KPK-s, lidhur me N 25, paragrafi 1 dhe 2 të KPK-s, konform N 363 pa 1.1.3 liruar nga akuza, pasi që nuk është provuar se të akuzuar kanë kryer veprat penale për të cilën janë akuzuar, shpenzimet e procedurës bien barrën buxhetore të kësaj gjykate, bazuar në N 453 të KPK-s, palët të dëmtuar për realizimin e drejtës uzuar në kontest juridiko civil, palët e pakënaqshëm kanë drejtë ankesën në afat për 30 ditësh për pas pranimit të këtij gjykimi, duke i drejtuar kësaj gjykate në gjykatën e apelit. Kjo është vendimi i gjykatës ndaj arsëtimit më gjithësuar të ta merrni në formë të shkruar, me gjykata gjatë administrimit të gjitha provave nuk ka gjetur asnjë provë të drejtë për drejtën të cilën kriminal të akuzuar në kryen e veprës penale, gjithashtu edhe provat rrethanore që thirr prokurori i shtetit nuk kanë të bëjë fare me këta të akuzuar, pasi që nuk dihet kush kanë qenë të akuzuarit, nuk dihet cilat veprime konkrete kanë ndërmarrë secili pandehur, gjithashtu nuk dihen sa persona kanë qenë në momentin kur ka akuzuar se kanë kryer vepra penale. Kjo mendim i gjykatës, ditën e mirë.